Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në Institutin për Avancim Kombëtar. Ne si që e dini, jemi duke kontribuar me dije valide dhe reliable që një kohë të gjatë, ndërkohë me vite të tëra tani, dhe për çdo muaj jemi duke dhuruar falas webinare nga shkencëtarë dhe shkencëtarë eminent të diasporës shqiptare. Sot të kemi nderin që ta kemi folës ligjërues profesor Dr. Xhavit Lipaj, që ka një bagazh jashtëzakonisht të madh sidomos në shëndetësi dhe në udhëheqjen e shëndetësisë këtu në Zvicër. Dhe profesor Xhaviti do të na prezantoj sot një model jashtëzakonisht interesant të quajtur Didashi. Profesor Xhavit, faleminderit për kontributin tuaj dhe fjala është për juve. Faleminderit shumë profesor Dr. Fadil Qitako, kam nderin sa të jem në mesin e juve, dhe nder është edhe premier në gjuhën shqipe që prezantoj modelin Didashi. Një model i mirë në mërmendje për kujdesin, leadershipin dhe zhvillimin njerëzor. Kush mendon se njeriu e humb mendjen dhe pastaj trupin, nuk e ka kuptuar se ajo që shuhet e para është edhe kuptimi i qenjes. Modeli Didashi është një sintezë inovative dhe multidimensionale e 6 koncepteve kryesore të kujdesit dhe leadershipit: Lipaj Leadership, Dardor, modeli Dardorit, modeli Shqiponia, modeli Gjali dhe Iliria dhe Lipaj Demencia model. Modeli Didashi krijon një urë mes evidencës shkencore, përgjegjësisë dhe identitetit kulturor dhe kujdesit të përqendruar të njeriu. Abstrakt, t'ja fillojmë pak edhe me abstraktin. Ky model është, që thash, edhe multidimensional, inovativ, integron kuptohet etikën, neuroshkencën, kulturën, i aplikueshëm edhe në institucione shëndetësore, posaçërisht edhe të njerëzve që bojnë edhe nga harresa apo demenca, si dhe kujdes familjar. Na e dim se popullsia në plagje dhe nevoja në rritje për kujdes cilësor përfaqëson një nga sfidat më të mëdha shoqërore, jo vetëm këtu te ne, në Ballkan, mirëpo në gjithë botën. Prevalenca në rritjen e sëmundjeve të harresës dhe mungesa e fuqisë punëtore në sektorin e kujdesit kërkon qasje të reja, të cilat njëkohësisht janë të bazuar në shkencë dhe të mbështetura nga parimet etike. Modelet tradicionale deri tash të kujdesit fokusohen shpesh në trajtimin mjekësor dhe kujdesin funksional, por shpesh anashkalojnë nevojat thelbësore njerëzore, si dinjiteti, autonomia, identiteti kulturor dhe pjesëmarrja sociale. Mirëpo në të njëjtën kohë, liderat e sektorit të shëndetësisë përballen me presione të mëdha për me balancu efikasitetin ekonomik dhe përgjegjësinë etike. Modeli Didashi është kriju për me adresuar këto sfida. Ai bashkon, siç thash më parë, 6 koncepte të provuara, të cilat janë edhe të njohura në gjuhën anglo-amerikane shumë. Të Lipaj Leadership, gjithë modelet e mia kanë emrat edhe në gjuhë shqipe: Dardorin, Shqiponia, Gjali, emri mbi emri, Iliria dhe Demencia, duke krijuar një sintezë unike që edhe e shikon kujdesin, leadershipin dhe zhvillimin shoqëror nga një kënd vështrim i ri. Objektivi kryesor i modelit Didashi është ridimensioni i konceptit të kujdesit dhe leadershipit përmes një qasje ndërdisiplinore dhe të përqendruar për të njeriut. Objektivat specifike përfshin
krijimi i një kujdesi etik dhe gjithë përfshirës për njerëzit që vojnë nga demenca apo nga harresa. Promovimi i dinjitetit, i autonomisë dhe kujdesit të personalizuar për të moshuarit dhe personat që vojnë nga harresa. Integrimi i elementeve kulturore, pa marrë parasysh se nga cili vend vjen, dhe biografisë në procesin e kujdesit për të siguruar qasje më humane dhe qasje më të individualizuar. E dyta është themelimi një kulture transformuese të leadershipit, zbatimi një modeli të leadershipit basuar në vlera që vendosën në qendër motivimin e stafit, vendimarrjen etike dhe zhvillimin e qëndrueshëm, promovimin një ambienti punë mbështetës dhe aktivizues që fuqison edhe profesionistët që punojnë këtë drejtim, infermierët dhe e reduktojnë rrezikun e djegjes personale të burnout. Treta është edhe harmonizimi i traditës me shkencën moderne. Pse? Shfrytëzimi i njohurive nga neuroshkenca, etika dhe shkencat e kujdesit për të krijuar modele inovative dhe të zbatueshme, respektimi i rënjeve kulturore dhe urtësisë historike për të ndërtuar një urë etike edhe të kujdesit midis të shkuarës, mirëpo edhe të ardhmës. Katërshi është që përmirësimi i cilësisë së jetës për njerëzit e moshuar dhe njerëzit që vojnë nga demenca. Zbatimi i metodave multisensoriale që janë të bazuara në biografi, në historinë e atyre personave dhe të orientuara drejt aktivizimit për të nxitur aftësitë kognitive dhe për të përmirësuar mirëqenien emocionale. Krijimi i modeleve për përfshirje sociale për të reduktuar edhe izolimin dhe stigmatën. Se shumë njerëz me moshë të vjetër, posaçërisht kur jetojmë na këtu, edhe njerëzit që vojnë nga demenca janë të izoluar në mënyrë sociale. Pasi është që zhvillimi i koncepteve të kujdesit dhe leadershipit të qëndrueshëm që dhe të aplikueshëm ndërkombëtarisht. Ofrimi një modeli fleksibël dhe të adaptueshëm për kontekste të ndryshme shoqërore dhe kulturore, apo promovimi i bashkëpunimit kërkimor ndërkombëtar dhe projekteve pilot për të sqaruar zbatim praktik dhe efektiv. Para pak kohë pata edhe një mail shumë interesante prej Universitetit Sussex, dhe ata janë shumë të interesuar edhe për bashkëpunim. Kryesori është edhe vizionin, mos ta harrojmë. Pse? E kam marrë edhe këtë model sot për me sqaru ndërtimi i së ardhmës, së kujdesit me modelin lidashi. Modeli lidashi nuk është vetëm një model apo koncept teorik. Ajo është një lëvizje për një epokë të re të kujdesit dhe leadershipit. Mirë po përmes kombinimit të evidencës shkencore, përgjegjësisë etike dhe ndjeshmërisë kulturore, ai krijon bazën edhe për një kulturë të qëndrueshme të përqendruar të njeriu në fushën e shëndetësisë dhe në fushën e leadershipit. Kujdesi nuk është vetëm një detyrë, por më mërmendje është një art. Leadershipi nuk është vetëm një pozicion, mirë po më shumë është edhe një përgjegjësi. E për këtë modeli lidashi më mërmendje mu që të i kalon kufit e qasjeve tradicionale të kujdesit dhe leadershipit duke bashkuar njohuritë shkencore me ndjeshmëritë kulturore dhe ndërgjegjen etike. Ai krijon një dimension të ri të kujdesit, i cili mund të zbatohet nëpër çdo shtëpi të pleqve apo edhe nëpër edhe njerëzit që vojnë edhe nga demenca, mirë po edhe në kontekstet e kujdesjeve familjare. Apo mirë po përmes qasjes së tij holistike, ky model jo vetëm që përmirëson mirëqenien e personave të moshuarve dhe personave që harrojnë apo personave me demencë,
po gjithashtu ofron profesionistëve të kujdesit dhe liderëve një orientim të strukturuar dhe të bazuar në etikë për një të ardhshme, më të qëndrueshme dhe më të mirë. Urtësia nga e kaluara, leadershipi në të tashmen, inovacioni, thom, për të ardhmen. Kështu tani, pse është i nevojshëm edhe ky model për neve, apo pse mundëm edhe këtë model ta përdorim ne, apo dikush tjetër, është që rritja globaleve e rasteve me demencë një rapide rritet. Mungesa stafit në sektorin e shëndetësisë, këtë jemi duke përjetuar ditë për ditë. Të burnout, këtë përjetojmë edhe të punëtorët apo infermierët, apo në stafin e shëndetësisë. Mirë po, kemi edhe presion etik. Mirë po, ne kemi edhe një standardizim të tepruar në kujdesin e njerëzve që vojnë nga demenca. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, numri i personave me harres pritet të dyfishohet, edhe të trefishohet deri në vitin 2050. Në Zvicër na e presim në piku më i madh, ka më qenë vitin 2030 dhe në 2035 me njerëz që vuajnë nga demencat. Edhe këto modele tradicionale që kanë qenë deri tash të kujdesit shpesh fokusohen vetëm në aspektin mjekësor, mirë po duke i lënë pas dore finesat, duke i lënë pas dore edhe nevojat emocionale, sociale edhe kulturore të njerëzve apo të pacientave. Sfidat, e dim se më të vërtetë edhe në sfidat në sistemin e kujdesit dhe leadershipit kemi mjaft, mungesa e stafit, thash, dihet shëndetësor, mirë po dhe ngarkesa e lartë e punës na çojnë në sindromin e djegjes profesionale. Sindroma e djegjes profesionale dini shumë mirë se çka është dhe një ulje të cilësisë shërbimeve. Edhe dilemat etike në kujdes kërkojnë qasje të reja për marrjen e vendimeve dhe ndarjen e përgjegjësive. Kujdesi si përgjegjësi shoqërore, ajo kuptohet se duhet të jetë kështu, nuk është vetëm një detyrë institucionale, mirë po më përmendje duhet të jetë një sfidë kolektive, politike, mirë po edhe shoqërore. Për këtë edhe modeli lidarshi inkurajon bashkëpunimin interdisiplinor, do të thotë përfshirjen sociale dhe një qasje të qëndrueshme ndaj kujdesit. Qëllimi kryesor i këtij punimi apo këtij modeli është që ta kemi një zgjedhje inovative për sfidat e kujdesit dhe leadershipit modern. Kjo është çdo tani vjen edhe problematika globale, që thash edhe para, që kemi 55 milion njerëz që janë me demencë, mbi ngarkesë institucionale. Nëse flasim vetëm për këtë kantonin që unë e banoj, në vitin 2030 do të kemi afërsisht 1200 pacienta me sëmundjen e demencës në 2030. Mirë po komplet na i kemi dikon afër 552 kreveta për njerëzit e moshuar. Ku me ata njerëz? Gjithë njerëzit që janë në shtëpi institucionale nuk janë smuar nga demenca. Atëherë 1200 vetë, ka të shkojnë ata? Të punojnë me Shpitex? Në spital nuk kanë kur mundësie? Në paliativ, pse me shku në repartin paliativ, kur nuk është nevoja? Si me ata njerëz? Vitin 2026 jemi, edhe 4 vite do të thotë arrim pikun më të madh, 1200 persona. U mos flasim tash komplet edhe për Zvicrën, se dikoni kemi afër 235.000 njerëz që vojnë nga demenca tash për tash edhe në Zvicër. Mirë po numri rritet që thash në mënyrë rapide edhe më shumë edhe më shumë. E këto janë disa sfida që më vërtet duhet për të menduar mirë edhe si mundem edhe ne me i kalu këto sfidat që më vërtet jemi për çdo ditë duke u ballafequar. Modeli bazohet në 6 shtylla. Leadership, Dardor, Shqiponia, Gjali,
iliria edhe demencia. Bazat metodologjike të zhvillimit të modelit janë edhe qasja të interdisciplinore, që modeli Lidashi është ndërtuar mbi një analizë interdisciplinore të kërkimeve më të fundit nga fusha të ndryshme, përfshirë që thash edhe aty neuroshkenca, neuroplasticiteti në kujdesin ndaj demencës. Shkencat e kujdesit, leadershipi etik, shkencat kulturore edhe mjekësinë paliative e ka marrë këtë. Baza empirike dhe procesi i vlerësimit është që zhvillimi i këtij modeli është realizuar në disa faza. Studim literaturor, të thotë, edhe analizimi i modeleve ekzistuese të kujdesit dhe leadershipit, intervistat të ndryshme me ekspertë që e njohin këtë drejtim, konsultimi edhe me profesionistë të kujdesit dhe etikistë që me të vërtet e njohin edhe etikën për të përcaktuar edhe parimet themelore, pilot projekte që janë edhe në institucionet të kujdesit, testimi i modelit në skenar real të kujdesit, anketimi dhe mbledhja të dhënave, edhe analiza dhe optimizmi, përshtatja e modelit bazuar në gjetjen nga studimet pilot që kanë qenë edhe deri më tash. Përbërësit kryesor të modelit Lidashi dhe zbatimin në praktik, këto janë Dlipaj leadership, ndoshta në internet është, dhe që leadershipi etik në kujdesin shëndetësor. Qëllimi ka qenë që fuqizimi i leadershipit të bazuar në vlera etike dhe të zhvillimit të stafit. Metoda ka qenë shumë organizimi i diskutimeve etike periodike në institucionet e kujdesit. Mirë po edhe një shembull praktik është që punëtori etik për drejtuesit dhe personelin për të përmirësuar procesin e vendimarrjeve dhe për të rritur ndjeshmërinë në kujdes. Modeli Dardar është edhe kujdesi personalizuar dhe i bazuar në biografi, do të thotë ne në kohën moderne jemi duke kaluar prej kujdesit përgjithshëm më shumë për njerëzit që vojnë nga demenca dhe për njerëzit e moshuar në kujdes të personalizuar dhe i bazuar në biografi më shumë i personalizuar, mirë po edhe me punu edhe me biografi me atë njëri që vuan nga demenca, apo ndoshta ka edhe smundje tjera, si që është edhe në pleqni, instabiliteti, apo imobiliteti, inkontinenca dhe gjona të tjera. Qëllimi është këtu pse është që të ruhet identiteti i klientave, i pacientave, duke integruar historinë e tyre jetësore në kujdesin e përditshëm. Metoda ka qenë që përdorimi i biografisë në planifikimin e kujdesit. Edhe shembull praktik është për modelin Dardar, krijimi i librave të jetës. Krijimi i librave të jetës do të thotë që ku përfshihen kujtime të ndryshme, se çka ka dëshuar më shumë, se çka ka bërë përpara, por ku kanë qenë që thonë, ku ka qenë fuqia e tinaj, ku ka qenë i ri, kujtimet, muzika, fotografit, apo momente të rëndësishme nga jeta e klientave. Kjo është libri i jetës. Shqiponja model është pjesëmarrja sociale dhe konceptet ndërbrezore. Për këtë ka qenë edhe qëllimi që ndihmon personat me moshë dhe demencë të qëndrojnë të integruar në shoqëri. Problemi është që njerëzit e moshuar, mirë po edhe njerëzit me demencë, nganjëherë apo shumë herë janë të izoluar në mënyrë sociale. Edhe ose nëse janë për shtëpia të moshuarve apo edhe nëse banojnë në shtëpi, ata izolohen, jo që të shohin të izolohen, mirë po mundësia nuk është mundësia ku të t'jone me shku në shoqata tjera, apo me shku në një mëngjes me një kafe të mëngjesit me pi me shok e gjona.
Metoda e shqiponjes modele është zhvillimi i projekteve që lidhen edhe breza të ndryshme. Breza të ndryshme do të thotë komplet i vjetri me triun, takohen e gjonat kështu. Edhe kjo ka qenë edhe një shembull në praktik shumë i mirë, shembull bashkëpunimi me shkolla. I vogël, mirë, për shumë i mirë. Njerëzit edhe nxënësat që vinë dhe i takojnë njerëzit e moshuar në shkolla dhe flasin edhe për librin e jetës, apo për historinë edhe biografinë edhe atyre njerëzve. Në modelin gjallë është që kujdesi neurodinamik dhe terapi aktivizuese. Pse terapi aktivizuese? Këto ka qenë që stimulimi i aftësive kognitive dhe emocionale përmes parimeve të neuroplasticitetit. Metoda, ne kemi pasur metodën këto shembull përdorimi i stimulimit multisensorial, muzikës dhe terapisë me art. Këto ka qenë edhe një shembull shumë i mirë praktik, shembull ku krijimi i dhomave ndijore me ndriçim relaksues, tingujt qetë dhe me aromaterapi për të qetësuar klientët apo pacientët dhe për të stimuluar kujtesën e tyre. Iliria është që ndjeshmëria kulturore dhe shpirtërore në kujtesë. Integrimi i traditave dhe besimeve fetare për të krijuar një ndjenjë sigurie dhe përkatësie. Kemi pas një rast para pak kohë ose tashërisht ku punoj në punën time, kemi një shqiptar që vunë nga harresa, edhe këto është edhe qëllimi jonë, apo edhe qëllimi jem, që me vërtet të integrojmë edhe traditat e atij pacienti, dhe fesë dhe besimit fetar, se çka ai beson, që me vërtet më jep atë ndjenjën sigurie, më jep ata ketë edhe atë përkatësi, se kush është ai, nga vjen ai, edhe ku beson ai. Këto gjanat janë që me vërtet neve na nevojitën në kohën moderne, dhe më shumë jemi të larguar nga modelet e përjetshme, mirë, po më shumë tash të jemi edhe të modelet e personalizuara me njerëzit të moshuar si dhe me njerëzit që vojnë nga demenca. Dhe gjashta është demencia, lipaj, në bashkëpunim me profesor doktor Fatil Qitakut, jam gjithmonë falendërues për modelin e parë që bashkë e kemi zhvilluar, është i kujdesi dinjitës deri në fund të jetës. Edhe qëllimi integrimi qasje të mjekësisë edhe gjonave të tjera. Kam bënë krahasim me modelet tradicionale, me modelet që më të vërtet a janë ende apo ende funksionon. Kam punu edhe shumë me disa modele edhe të Kitwoodit shembull, edhe ka që më të vërtet me fillu prej kriterjeve të modeli lidashi, modelet tradicionale, apo modelet e kujdesit e personalizuar, për shembull të Kitwood. Kitwood është një ndërshkëmësat më të fortë që ekzistojnë në drejtimin e demencës. Mirë, po nëse shiqojmë edhe të strategjia e implementimit, modeli lidashi është ka projekt pilot, trajnim edhe për personelin, bashkëpunim ndërdisiplinor, mirë, po edhe një vlerësim në kohë reale, se që ka ndodhë. Modelet tradicionale është integrimi të struktura ekzistuese pa faza pilot ose mbështetje shkencore. Modelet e kujdesit të personalizuar të Kitwood shembull, futja e modelit përmes trajnimit të personelit, por pa ndryshime strukturore në menaxhim. Nuk e kam plan gjithat po me lexu këtu, mirë, po këtu shihen se, ose pa po të marrë me një shembull, vendimarrja etike në kujdesin e përditshëm e fundit punëtori ka rregulla etike për personelin dhe për familjarët. Mirë, po çështjet etike në modelet tradicionale të kujdesit diskutohen vetëm në raste emergjente ose në kontekste ligjore. Kitwoodi thotë shembull merr parasysh etikën, por nuk është pjesë strukturore e përditshmërisë së punës. Me modelin lidashi është që puna etike vlen për çdo ditë për përditshmërinë e punës, mirë, po edhe për personelin si edhe për familjarët që janë
që kanë dikon të sëmua. Apo qasjen metodologjike, fazat empirike, kombinon prova shkencore, projekt pilot dhe intervista me ekspert. Mirë po të kitë vëtë thotë se studimet cilësore dhe analiza rastësh vetëm për cilësinë e kujdesit, apo integrimi i parimeve etike, përbars thelbësor i lipa e leadershipit është që etika me kujdesin jo vetëm paliativ, mirë po balancimin mes autonomisë dhe sigurisë. Mirë po ka modelet që janë të përgjithshme është që këtu thonë që shpesh është e kufizuar në rregullore ligjor, mirë po pa reflektim të thellë etik. Kjo është më së vërtetë se kam pasur në kohën e fundit shumë punë me disa modele të përgjithshme që janë komplet etika paktën mund të më thonë për njerëz të moshuar, si dhe për njerëz që vojnë këtë demenca, thoya është një temë tabu. Apo të kitë vudi thotë që merr në konsiderat etikën, por më shumë nga perspektiva e personelit se sa nga ajo edhe e leadershipit. E njëjta gjë vlen edhe këtu shembull për mirësimi i cilësisë së jetës për personat me demencë. Takën ju këtu mund të një më së miri edhe për me i shiqu shembull se këtu është modeli lidarshi është që përmes aktivizimit e neurodinamik të kujdesit të personalizuar dhe vendimmarrjes etike. Mirë po, modelet tradicionale janë të kufizuara vetëm në nevojat bazë, apo kënaqësia e personelit të kujdesit rritur, pasi personeli ka rol aktiv në vendimmarrje dhe në mbështetje të rregullt. Mirë po të modelet tradicionale është e ulët, për shkak të mungesës së ndikimit në politikat e kujdesit dhe ngarkesës së punëtorëve gjatë punës. Ky krahasim me vërtet ka qenë edhe shumë i mirë dhe është hapur edhe në gjuhën anglo-amerikane dhe deri tash ka pas sukses me vërtet shumë të mirë. Kuptohet krahasimet me modele tradicionale, mirë po edhe një krahasim që me vërtet është që thashtë kitë vut, është njëri ndër më të mirët në këtë drejtim, edhe ajo është që jam pak a shumë, jo duke i kritizu, po jemi pak a shumë anashkalojmë në një diametrale nga për njerëzit që vojnë këtë demenca, mirë po edhe një për njerëzit që janë të moshuar. Tani kemi edhe përfundimin, pasi që me vërtet nuk e kam edhe shumë plan po me fol për modelin lidarshin, në mënyrë të shkurt, është që e shihni edhe këtë zonjën këtu. Kjo zonja ka qenë, apo Dieter Auguste, mjeku i tij i ka qenë Alois Alzheimer. Edhe këtu mund të më thënë më shumë të se modeli lidarshi është shkencor, është etik, apo përfaqëson etikën për moshën e vjetër dhe për njerëzit që vojnë këtë demenca, është kulturor, pa marrë parasysh se nga cila kulturë vjen ai person apo nga cili vend vjen, i qëndrueshëm, fundament të mirë, mirë për çka është më kryesorja, i përqendruar të njeriu. Jo në medicinë, mirë për njeriu është ajo që thonë qliza, apo ai që përqendrohet modeli leadership. Është më vërmendje edhe një vizion për të ardhmen, edhe nuk është thjesht vetëm një model teorik, mirë po shumë më shumë është një model praktik, mirë po që e lidh teorinë me praktikën dhe bashkohen në një symbiozë. Pasi që kom rregulluar dhe vetë disa pyetje për vete, mirë për shembull që është çfarë e bën lidarshin revolucionar apo modelin, apo si ndryshon nga modeli Tom Kitwoodit, a ka baza shkencore, a është shumë idealist e kutadione, a funksionon edhe jashtë kontekstit shqiptar, se pak a shumë ka qenë edhe i lidhur me Ballkanin, pasagerisht me territoriet shqiptare dhe aty ka marrë gjithat
disa mendime dhe apo a mundet që edhe më vërtet modeli lidarshi me reduktu burnout-in, apo edhe cili ka qenë ose për cili është edhe indikatori më i fort i suksesit për lidarshin e qëso gjanave. Më vjen këtë kjo është një prezentim i shkurtër, mundëm edhe shumë me folë për këtë, por më mërmendja Sulejmoni edhe kur takohem në herën tjetër, më mërmendja të flasë, ndoshta e ka mundësin, por me folë ma tepër se sa janë këtu 30 minuta apo 20 minuta. Faleminderit juve për dëgjimin. Faleminderit shumë profesor Xhavet Lipaj për prezantim të modelit lidarshi. Jam përmbledhur shumë modele tjera në to. Unë besoj që me të vërtet ka edhe pyetje për audiencë këtu, po e hapim tani domethënë për pyetjen që keni për profesor Xhavitin. Profesor Xhep. Jo, ja jap fjalën Hasanit ishte para meje. Më falë. Okej. Hasan, lutem. Kjo është i pak që respekton në jetë. Bana dhe ka njerë ma i riri. Pa tjetër, më falë që Jo, së shpëla. përcetova me shisat e porit. Në rego. Shumë faleminderit. Po për ata jena bashk, do të thonë tonë edhe e korrigjon. Pa tjetër. Faleminderit shumë, profesor Xhavit. Ishte një temë shumë aktive ose aktuale, mi thonë. Këto e kemi edhe në familje, kemi edhe për shembull një që e njohëm vetë, është një farë, si the edhe vetë, është në rritje në shumë shpejt demenca të njerëzit, po unë e përcjella shumë me vëmendje këtë pjesën tonë, si the, të lidashit, më pëlqej këtë shumë mirë se që dhe kuptova unë të etika, është shka shumë domethënëse, për shembull vlerësim në kohën reale. Vlerësim në kohën reale është shumë diçka interesant, është diçka e përditshme si duhet jo vishte pacient, po edhe ka punëtor ose shok që i kemë në për punët e tona, vlerësimi në kohën reale është shumë të njerëzimi, shumë diçka e madhe. Po pyetja është çka ka ndryshuar, profesor, në këtë kohë, si po këshyret etika me një sen shumë me nënësime të mëdha. A ka ndryshu klientela, dhe me thonë pleqit, si po jetuar me një kohë si vlerësimi ka një nënësit më të mëdha, sikur të rritash, a ka ndryshu për shembull masa e njerëzve, si janë bërë me shumicë, nuk kanë pas kohë për mu kujdes për çdo person, ose për shembull nuk kanë dhënë vlerë etikës. Sikur të mjek thonë të doktor në operacion ku tin për shembull thonë doktor shëroja zemrën ose shëroi veç plagën. E kjo asenon e përmendoj si ka marrë një rëndësi më të madhe të pleqt. A është diçka prej natyrës, prej kohës ose prej njerëzve si kanë ndryshuar. Faleminderit. Në faleminderit, Hasan, të burë i bone jo një pyetje, mirë po i bone 4 për një hera, 5. Shumë mirë. U me shanca. Shqo, ti fole parë për kohën për etikën në kohën reale. Nëse nuk ka bëjmë mbrëmja mirë juve në zëtëri balaj. Mirë mbrëma. Është etika në kohën reale, është sfida më e madhe morale e epokës thuja sonë. Mirë po, në këtë kohë që jetojmë në tash, gjithë ka ndodhë shpejt. Lajmi, ti e din edhe veç është mëndohet për sekonda gjithë ka këta dione. Apo gjykimi formohet edhe për shumë minuta, dënimi edhe publikohet, apo jepet edhe pa hetem, apo reagimi e kërkohet tani. Mirë, po më mërmendje dhe etika nuk është ndërtuar për shpejtësi, por ma shumë është ndërtuar për reflektim.
Edhe njerëzit me të vërtetë që vënë këtë mensa nuk janë ata që koha ka ndryshua, po etika ka ndryshua mirë, po nuk janë marrë shumë me këtë drejtim. Smundja të mensës ekziston prej kohës romake, apo prej kohës greke, se edhe Platon ka shkruar, për shembull, për njerëzit e qmendur. Mirë, po ata nuk kanë qenë më të vërtetë njerëzit qmendur, mirë, po kanë qenë njerëzit që kanë harruar gjonat të tyre. Prej vitit 1968, apo në vitin 1900, dikon për afërsisht Alois Alzheimer, kur e ka bën e ka pas trurin asaj zonje, Dieter Auguste, dhe ka qenë shumë interesante se dhe çfarë përgjigjeve ju ka Dieter Auguste i ka në atë kohë Alois Alzheimer. Aparatë është edhe smundja, po diagnoza Alzheimer në emrin. Ajo zonja nuk e ka ditë se kush është, ajo ka qenë vetëm 52 vjeçare, mirë po shihet si po t'i kishte ku ta diun 80 vite apo 90 vite. Atëherë tani Hasan pyetjet e saj apo ai e ka pyet atë zonjën se kush jeni ju? Nuk e di. Sa vjet i keni? Për shembull, 35. A keni fëmijë? Jo. Shumë gjona të thjeshta. Mirë po, ai mjeku ka qenë psihiatër shumë i mirë në atë kohë, edhe me kohë tani ka menduar se çka është kjo. Pse? Ka ndryshuar mendja tina, apo në truri ku të tjone, dhe ajo zonja ka qenë në psihiatri. Nuk e kanë ditë njerëzit se çka vuan. Në vitin 1968, se në atë kohë mjekët nuk e kanë marrë shumë me seriozitet studimin e Alois Alzheimer, mirë për në vitin 1968 kanë fillu edhe njerëzit me studiu edhe më marrë me temën e harresës apo me temën e demencës. Është të vërtetë se njerëzit në kohën moderne jetojnë më gjatë se sa në vitin 1500, 700, 800 e ku të tjone. Edhe shkaku i medicinës moderne. Në drejtimin e demencës nuk ka ndryshuar asgjë. Se deri tash po ka ndryshuar, jo se nuk ka ndryshuar. Se deri tash kemi pasur vetëm modelet të përgjithshme, do të thotë apo aktivitetet të përgjithshme. Aktivitetet të përgjithshme janë shembull në dhomën aktivitetet janë 20 persona dhe aty barin trajnim, për shembull gjimnastikën e mëngjesit e ku ta diun. E tash jemi më shumë duke u larguar, apo modelet moderne janë më shumë për aktivitetet të individualizuara. Të individualizuara do të thotë që ai person që vjen nga harresa, demenca, ai ka një aktivitet të individualizuar, apo nëse është apo një aktivitet mëngjesi, apo gjimnastik mëngjesi, apo një fjalë kryq, po me mbushë ku ta diun. Kuptohet, personali do të jetë edhe më i madh, mirë po ndjenja i atij personi që vjen nga demenca është edhe shumë më e mirë. Kryesori është paktën ai njeri që jeton në një shtëpi institucionale, ta jetoj jetën dinjitoze deri në fund kësaj jete dhe të kalojnë në botën tjetër me që thonë edhe me dinjitet. E ky është qëllimi jonë në këtë kohë që edhe etikën ta morëm në drejtimin e pleqësnisë. Mos ta harrojmë pleqëninë. Se pleqënia, apo shembull edhe njerëzit e vjetër, është ari i shoqërisë. Kudo që jemi, a jemi në Kosovë, apo jemi në Shqiptari, apo kudo që të jemi, është ari i shoqërisë. Këtë jemi me të vërtetë duke harruar, apo saqërisht edhe ne këtu ku banojmë dhe jetojmë. Hasan, çfarë pyetje po të burri thotë se mi po në 4. Në rregull është ati jo ti në rregull profesor ti këto temat i folë kështu si në rregull është. Ja. Faleminderit Xhavet, faleminderit Hasan, profesor Rexhepi pak më duket se ai me pyetje. Unë do provoj të jam shumë më i shkurt si profesor doktor Xhaviti edhe Hasani. Kështu që faleminderit përzemërsisht për këtë prezantim të jashtëzakonshëm. Çdo ditë mësojmë diçka nga profesor doktor Xhavet Lipa, kështu që faleminderit shumë. Një
jam jashtëzakonisht shumë i lumtur që jam njoftu me ty, po dhe kemi në mesin tonë një njeri që kujdeset për pleqërinë e njerëzve më të pasur në Zvicër, Andermatin. Kështu që një urim edhe në aspektin shkencor, edhe aktiv, edhe për çdo lavdat. Faleminderit shumë mas pari që kemi një shqiptar tillë. Unë çka kisha kërkue në aspektin shkencor, modelit Lidashi që e përcjella me shumë vëmendje, ja kishna shtu një telefon, Lidashit. Do ta sqaroj shumë shpejta. Do thotë te si tradita. Në aspektin shkencor, në neuroshkencë, bashkë me profesor Fadil Qitokun, gjatë studimeve, do të ka qenë shumë interesant të mirët analiza e trunit, plasticiteti, po edhe divizionin në 3 pjesë, truni primitiv, mesatar ku janë dëgjimi, amiglava, emocionet dhe truni konjektiv që është përreth. Dhe unë jam i bindur, kam qenë do thot i kujdesur për babën tim deri në moshën 97 vjeçare dhe në mënyrë praktike e kam vrejt që vetëm 3 muajt e fundit jetës tij nuk ka jetu me neve. Dhe për 3 muaj ka shkatruar trunin në aspektin e demencës, sepse ton jetën jemi kujdes për ton familje dhe ka pas një trun të jashtëzakonshëm. Do thot është falë gjatë ditës, është dalë, është shëtit, do të ka pas çdo gjë. Mirë po, në gjatë një aksidentit cerebral, mjekët në ndalun, sepse ishte, do thot, në nën kujdes 24 orë, dhe në ndalun të ambonë në shtëpi. Dhe për 3 muaj ditë, për pos mua si Recep që më njehke, i harrojt gjithë anëtarët e familjes. Dhe pastaj vdiq, do thot, një vdekje natyrore shumë e bukur. Po, deshta të thamë se mos me zgjatë shumë për mendimin tim tradita, kujdesi familjar, sepse njeriu ton jetën në trunin primitiv dhe në trunin ku është amiglava, emocionet, do thot aty janë plasticiteti se elektrokimia, e cila bëhen ato neuronet që bashk komunikojnë mes veti. Ato dhe vdesin një mas janë në qoftë se nuk ripërsëriten. Dhe ideja ime është në aspektin shkencor se si të mohen gjallë komunikimi apo historia e tij, ashtu si që shpjegohen në shkëlqyeshme, që ai deri në momentin kur ofrohet afër vdekjes, ketë rikujtime, ripërsëritje, ristimulime të neuronave dhe riaktivizim të historisë së tij. Dhe kjo është një ndër elementet kyçe të aspektit shkencor që ta luftojmë demencën dhe ta luftojmë pleqërinë e vështirë. Ky është komenti im. Dhe çka mendon si shkencëtar, a ka ndikim familja që demenca të zvoglohet sa më shumë? Do të shkurt nëse mund të përgjigjesh vetëm mendimi yt, çka mendon, dhe pastaj do kalojmë te profesor Bolaj sepse mos morrni kohë shumë. Ka faleminderit Reg, faleminderit, respekt të anshëm, po ka ndikim edhe familja. Na jemi me disa njerëz që punojnë në farmaci, edhe me një farmaci shumë të madhe në Zvicër që është këtu, ku janë një ndër më të mëdhajat, jemi në takim të rregullt për një medikament për njerëzit që vojnë nga demencë, të paktën për simptomet e para, edhe të paktën mos ta humbin identitetin, të njohin njerëzit e afërm se kush janë tek janë ata, fëmijët të njohin, shoqën, gruan, burrin, e kështu me radhë. Po, mirë po, nuk të shirova me hinë këtë drejtim shkencor, se shumë mirë edhe ti e sqarove. Mirë po, vetëm nëse thëmë, vetëm në drejtimin apo të Alzheimer, është një ndër smundjet apo një ndër diagnozat më kryesore demencës, se demenca nuk është diagnozë. Nëse përkthejmë gjuhën shqipe demencia, do të thotë një mantill, edhe aty janë diagnozat e ndryshme të smundjes së harresës. Në Alzheimer shembull, dëmtohet të hipokampusi, ai edhe ju e dini shkencëtar, vështirësi në formimin e kujtimeve të reja.
Do të thotë kujtimet të reja nuk mundën të mbahen, mirë po largohen më njëherë. Unë ju tham shumë edhe në gjuhën gjermane dyzengjet. Në dyzengjet hin dhe del, prej tonës djaltë hin nonën e majt, kalon së shkaku i kujtimeve, për me formimin e kujtimeve të reja është e pamundur se është të dëmtuar hipokampusi, degenerojnë lidhjet sinaptike. Mirë po dhe kur rikujtimi bëhet edhe shumë i përqendrueshëm, kam shumë raste praktike. Shembull, vetëm një shembull, edhe më mërmendje, nuk e di ja kom treguar të klient juve, jo. Aty vjen i afërmi, nuk e din se kush është. Mirë po për një mënyrë shumë të shkurtër, thot, po, është goca ime, apo djalim, edhe përfundon. Mirë po ai moment sot, ndoshta 30 sekunda, mirë po prap vjen momenti tjetër se nuk e njeh atë. Edhe korteksi temporal dhe frontal që humbin integritetin, konfuzion, çorientim, shembull, vështërsinë në gjetjen e fjalëve, se shumë njerëz që fillojnë ose që janë smuar nga demenca, në fillim kanë edhe problem me gjetjen e fjalëve. Apo edhe flasin me një gjuhë pak më ndryshe, me gjuhë jo të pastër, shkaku jo që dëshirojnë ata. Mirë po nuk mund të ndryshëm se fjalët e tyre ju kanë humbë. Mirë po dhe ka kujtime që më të vërtet mbesin në tru. Shembull, kujtimet emocionale, se njerëzit që vuajnë këtë demenca, harresa, ata mendojnë se nuk dinë asgjë. Kjo është, më falë, në shprehje rren e kulluar. Ata dinë më të vërtet shumë. Ata janë më të vërtet njerëz shumë emocional. Edhe ata kanë shpirt, edhe ata kanë ndjenja. Shembull, memoria emocionale, amigdala që thotë, ajo ekziston për ata. Mirë po nuk ekziston për kohën e tashme, mirë po më shumë për kohën edhe të kaluar. Mirë po ka dhe rrjete tjera që shpëndohen në tru e kujtatiun. Mirë po ka njerëz që se kujtojnë më emrin e fëmisë vetë. Mirë po mundën me reagu në mënyrë emocionale ndaj zonit tina, shembull. Apo ndaj mimikës, ndaj lëvizjes. Mundë që më në thonë të kurse, hej, kjo është djali jam. Mirë po, kur t'ja dhe gjënë zonën, thëtë, emocional, shpirti, zemra. Që thonë. Të faleminderit, duket ja shpjegove mjaft. Unë kam vetëm një pyetje të fundit, të Ma thynë rekordin. Po, Xhavet shumë i receke, mundesh më korrigju s'di sa mora vesh të domethënë i orientue, domethënë probat të bota shqiptare, më korrigjon nëse të mirë. Ta është të njëjtën kohë tha që do të thotë është një generalizability, domethënë përgjithshmëria, ky model mundet me u apliku edhe në kultura tjera. Me sa di, ti ke bo konsultim të literaturës, domethënë më shumë domethënë literature review, por edhe disa, nëse e kuptova, domethënë ke bo disa intervju në botën shqiptare. Tash të fjala e validitetit, domethënë në kultura tjera, nëse ke bo, domethënë të shqiptarët, më shumë korrigju se e kuptova, ose të zvicerant, për me bo validitetin e këtij modeli, duhet domethënë në kontekstin kulturor edhe dikun tjetër domethënë me marr data, se është goxha vështirë ky generalizability që e thonë anglisht, domethënë përgjithshmëria me thonë. Qëton, nëse mund është një tru pak me në sqaru, domethënë metodat, se ke përmbledh shumë sanën tash, e shkëlqyeshme, po është edhe kompleks, domethënë ka aspekti shkencor, domethënë i vërtetimit, validitetit, reliabilitetit, mundet me postën që kryma pak, nëse nuk domethënë nuk sqarohet, sidomos domethënë kulturë tjetër, pa bu një validitet në një kulturë tjetër, është vështirë me thonë që qitë model domethënë e merr krejt bota, atin. Qatë menova veçitror që nëse mund është pak me ne. Unë e kam marrë modelin Meiring dhe për intervistë, nuk kanë qenë vetëm intervistat për botën shqiptare, mirë po kanë qenë edhe intervista për botën, po mendoj edhe gjermane, ku jemi këtu.
se më të vërtetë është shumë vështirë me pas vetëm intervistat me modelit Meiring vetëm për shqiptar. Edhe shumë të vështirë është. Mirë po, fati kam pasur, kam njoftuar disa njerëz, mirë po shumë pak. Mirë po 14 intervista nga ekspertët janë zërcran. E ato germanofolës. Ma mirë, germanofolës. Edhe këtë do të me të të cëratëm, kanë pyta tjem, se mund është edhe këtë dhe model, shembull, është vetëm ata kanë vetëm populatët shqiptare, apo këta kanë edhe populatëve apo të tjere që vojnë këtë menca. Po mu këtë që thonë ligjin, apo etikën shqiptare, se si një njëri i vjetër në kohën të i përpasë, veç që e kom përjetu ku kam qenë njëri, se që për nderin kam pas njerëzit të ri, për një njëri të vjetër, atë ju mundu në kohën e tashme për me marë, mirë për letë jetë modeli i gjithë anshëm, jo vetëm për botën e shqiptare, mirë për gjithë botën që thash edhe njëherë që njeriu i vjetër, apo njeriu që mund nga harresa, është are, edhe për jatinaj, mundën me shumë për me mësu. Edhe, ai e ka më shumë librin e jetës, një 80-90 vjeqar, se sa profesor. Ajo e qartë është Xhavet, më falë që po të ndërpres prapë, po unë vetëm të fol të metodat shkencore, domethënë është vështirë, na po supozojmë, domethënë që edhe afrikani, domethënë e ka të njëjtin problem. Po është problematik nëse don, domethënë rigjid me shku në shkencë, duhesh domethënë me bo validitetin kulturor edhe atje. Unë kisha mujtë me qu, që domethënë e mora vesh tash që ke pas proband prej botës shqiptare, ke pas ekspert prej botës zvicerane. Domethënë mundet me konë albano helvetik ose që i thonë për shembull, po pse e mu testu, domethënë edhe në vende tjera arabe, ku ta tjon në Afrikë anë kënej, sepse të nëshit i bëhet një validitet kulturor. Atë mendova domethënë që me ardh ky aspekti, domethënë shkencor metodologjik që sun e lumë domethënë në këtë univers kërkush. Vetëm atë mendova. Përndryshe absolutisht jam shumë i bindun, domethënë që etika në tana vendet domethënë është etika kjo vërdet që i thonë, domethënë që tha digniteti, domethënë është po veç me allon një vërtetim, domethënë ky është një model perfekt që na jena tonë gëzum, domethënë që del për shqiptarit. Po këtu të kisha veç si kolegjal, domethënë kish më kohë interesant, gjon mjaft njerëz do të thotë që me bo validitetin ose ata dojnë vetë në ashta, domethënë kontekstin, të që ja qesin si vullën, u bon në Afrikë, u bon në Amerika, vetëm atë mendova. Faleminderit shumë Xhavet. Tash po e përfundojmë këtu, puna dhe kohës, një model i shkëlqyshëm që i ka inkorporu shumë gjëra aty që më të vërtet domethënë janë komplekse për tonin me ndëgju për parën herë, po tash e kemi ne pak profesor Dr. Xhavet Lipaj, për gjitha këto modele kontaktoni dhe janë çështje të arta, domethënë këtu po tregon që i paku ka njerëz që dojnë, guxojnë edhe veprojnë me ndo diturinë tërbotën. Shumë faleminderit profesor Xhavet Lipaj. Tani po shkojmë te Shefqet Balaj, është një politikan dhe afarist nga Kosova, natyrisht nga Dugaxhini bukur, sot e kem Dugaxhinin, edhe profesor Xhavet Lipaj është nga Dugaxhini, tash edhe profesor Shefqet Balaj nga Dugaxhini i mrekullueshëm. Dhe ky do na flet sot për politikat komunale. Zotri Shefqet Balaj, fjala për juve. Faleminderit. Fadil, ju përshëndes. A keni ndonjë folje, ndonjë kësi? Jo, fatkeqësisht se erdha nga një mbledhje. Ka nevojë fare, veç tash aty ju bën kështu. Ju kërkoj falje për angazhimin me vonesë se erdha nga një mbledhje. Ju falenderoj, po ndëgjohemi. Po shumë mirë, Shefqet, perfekt. I përshëndes gjithë pranishmit, përshëndetje, ju kërkoj edhe një herë falje, profesorin parafolsin tim e përshëndes, po saqërisht vërtet një jashtëzakonisht interesant, është një smundje që është tuna që jem të e prit gati të gjithë, inshallah nuk na ka, po më të vërtet po e shoh se përmes
firmës time, po kemi raste ndryshme që kemi plotësisht në kompani time që na angazhojnë për mirëmbajtjen e disa objekteve, ku familjarët e tyre na ftojnë shpesh edhe na thirrin dhe thonë e kem prindin me Alzheimer ose me demencë, ju lutem, po e shoh për çdo ditë që kjo smundje është në rritje sipër, inshallah në popullin tonë do të jetë pak më e ngadalshme, po nuk e di, nuk do të na pret gjithëve, qysh jom ka e shoh. Deshta profesorin ta pyes, a ekziston edhe kjo jeta moderne në shpejtësimin e kësaj smundje, para se me fillun fjalimin tim, do më thonë, na e kem një jetë moderne, po plotësisht me strese, me ato, ndikojnë ato në pleshrin tonë, në Alzheimer, apo nuk ndikojnë negativisht, apo pozitivisht? Më mërmendja ndikojnë diçka, mirë po demenca, si thash edhe përpara, ka qenë edhe në kohën romake apo edhe në kohën greke, nuk është diçka e re. Edhe një pyetje tash në pas studimeve juve, a keni cilat shtete janë më shumë të prekne, apo nuk keni ndonjë studim kështu, ose cili lloj populli është më i prekur nga këto? Evropa perëndimore është shumë e prekur, se me vërtet ka dhe studime edhe Ministria e Shëndetësisë çdo rast që vune dikush që vun këtë demencë lajmërohet në Ministri Shëndetësisë. E kjo është më e mira, po nëse flasim për Kosovën, në shembull, më mërmendja ati kemi mjaft, mirë po nuk e kam plan me hin për në politik, mirë po nuk këtë sa njerëzi që vuajnë aty. Edhe më mërmendja njëjtë kemi edhe në Kosovë, apo në Shqipëri, në Maqedoninë Veriut e ku të tjonëm. Okej, faleminderit. Në perëndimore ka shumë, mirë po edhe një ndër vendet që janë më shumë të tash për tash që ka, edhe shkaku i popullsisë madhe, është Kina me Indinë. Aha. Okej. Faleminderit profesor. Tash po kaloj në temën time, do më thonë shumica nga ju më njihni, përpos afarizmit kompanisë time, unë jam që 3 perioda, kjo është perioda e 4, që tash jam si këshilltar i qytetit, do më thonë në 3 perioda kam qenë si asamblejist, edhe ishte ideja me profesorin që të shpjegoj pak një politikë komunale, zhvillimin e politikës komunale, si zhvillohet këtu dhe si ka disa ndryshime me Kosovën. Përpos kryetarit të një qyteti, numër 2 në qytetin e një komune është edhe drejtori i drejtorisë së administrimit. Në gjuhën gjermane quhet Stadtamtsdirektor, ai është si të thëmë, qelësi kryesor që neve si politikan edhe komisionet e ndryshme që i kemi në komunë, duhet ai të na këshillon, për atë arsye se ai është edhe jurist me diplomë, edhe duhet na këshillon, edhe ne shpesh e kemi si këshilltar për ta pyetur që mos t'i kalojmë caqet tona ligjore ne si politikan. Do më thonë, komuna ndahet në 2 trezore, trezori është administrimi, punëtor që punojnë në komune, edhe është politika. Ato 2 këto trezore janë të lidhën me zveti, ne si politikan i bojmë edhe ligjet që administrimi zhvillohet në mënyrë më të mirë ose më të suksesshme. Ne si në politika ndahet në komisionet ndryshme edhe në drejtoritë të ndryshme. Ne i kemi për shembull në komunën tonë, i kemi 9 drejtori në udhëheqjen e trezoreve ndryshme të drejtorive. Të fillojmë nga që unë e udhëheqi për shembull, e kemi komisionin e mirëmbajtjes edhe rregullimit qytetit. Është eine öffentliche Einrichtung. Do më thonë, mande e kemi komisionin e komunikacionit, edhe komisionin e mirëmbajtjes së rrugëve, ose edhe ndërtimit rrugëve, është komisioni i
arsimit, edhe çështjet sociale, ato janë të lidhura së bashku, edhe Komisioni i Shëndetësisë. Në gjitha këto komisione, secili e ka drejtimin edhe trezorin e vet, edhe për çdo vit i kemi edhe buxhetin ton të komisionit, janë të ndarë buxhetet vjetore që çdo komision e ka një sasi ose e ka një shumë që duhet ta shfrytëzojë dhe ta përdorë. Normalisht, për përdorjen e këto buxhete, ne në komision duhet të marrim mbledhjet, edhe duhet që të gjithë të jemi të gjithë, jo që normal që opozita edhe kundërshton ndonjëherë, po kuptohet në demokraci fiton shumica. Për atë arsye e kemi një buxhet, secili komision e ka buxhetin vjetor, mbaret prej buxheteve të ndryshme, kush sa ka harxime. Për shembull, kemi komisionin e ndërtimit edhe mirëmbajtjes të rrugëve, është një komision që kushton jashtëzakonisht shtrejt dhe ai ka një buxhet të ndryshëm nga buxheti, me qenë se edhe unë e kam buxhetin tim që për mirëmbajtjen e qytetit, po këto. Natyrisht, nëpër gjitha këto komisione, në çdo gjë që e vendosim në mbledhjen e komisioneve tona, pa marrë komisionet tjera kanë drejt të vinë si ndëgjues, po jo si ligj vendor, ose ato vendosi komisioni edhe antarët e komisionit tonë. Ju thashë në demokraci, çka të kërkohet për mi 50%, çka të fiton për mi 50%, fitohet, vendoset. Normalisht që kemi edhe ndryshime ndryshme, me qenë se ne jemi si parti shumicë këtu dhe çdo herë vendosim. Unë në këtë karrierën time politike çdo herë kam shiquar që të kemi një balancë edhe me opozitën, që të kemi një bashkëpunim të mirë, dhe deri tash kom pas suksese në çdo lloj vendimi ose vendimmarrje për ndonjë projekt avaxhat. Projektin tim që e kom, domethënë para 2 vite gjyshe, e kemi një projekt në qytetin tonë që është projekt i imi ose i komisionit tim. Ne kemi pas një një lloj bazeni natyror në qytet, edhe nga ai bazene kemi bërë një lloj liçeni, e kemi ndarë në 2 pjesë, edhe e kemi bërë të hapur. Është një vend 10 hektarësh, e kemi bërë të hapur me një restoran jashtëzakonisht të mirë, edhe aty nuk ka nevojë më që vizitorët ose të vinë të paguajnë hyrjen. Është i hapur ton dimën edhe verë. Dimrit e kemi gjysën e një liçeni, e bëjmë edhe si lloj rëshqitje në akull. Verës është i hapur pa hyrje, mirë po në proporcion e kemi një rritje turizmit, sepse e kemi pa që presje kemi, projekti është kryer para 2 viteve, është rrit turizmi 12%. Edhe pse kemi humbje nga shitja e biletave përpara që kemi pas, kemi humbje, po nga ana tjetër e kemi lloj fitimi. Edhe këto na si politik ose si komune i shiqojmë. Çka është e rëndësishme në politikën komunale të ne kemi edhe punëtorët komunal që merren edhe me mirëmbajtjen ose me punët në qytet. Ato fatkeqësisht Kosovë në të gjitha komunat i qesin mënyrën e përtendere që ti punojnë firma tjera, edhe nuk krijohet asnjë komision që ti kontrollon ato firma, është përfunduar, janë përfunduar gjitha ato punë, ose e në kry në mënyrë ashtu sikur është kontrata e zhvilluar. Ne i kemi 40 punëtorë komunal që i kryjnë punët e mirëmbajtjes, për shembull kositjen e parqeve, rregullimin, mirëmbajtjen, që janë punëtor komunal që i paguën komunja. Kur kemi tendere të mëdha ose ndonjë punë të madhe, atëherë qesim tender edhe kthejmë që 3 lloj ofertash. Kemi edhe oferta, nuk do të thotë që duhet të fitoj çdo herë oferta më e lirë, po ofertuesi të jetë njëri më, domethënë një firmë më serioze
edhe që është firmë si komision ose si komune shiqojmë që çdo lloj pune që u jepet ose në tendere që i qesim, shiqojmë që zakonisht punën ta kryjnë firmat e qytetit ose firmat e rrethinës ku japin buxhet ose paguajnë tatim komunal në komunën tonë. Nëse nuk ekziston ose nuk mundem me e gjetë, atëherë jemi detyruar edhe jashtë komunës të dalim. Komisioni kemi edhe komisionin për mirëmbajtjen e natyrës. Umweltausschuss quhet, një mirëmbajtje që është një komision shumë interesant ku çdo herë duhet partia gjelbër ta kryejnë ato, po me qenë se ne jemi si parti shumicë, kemi edhe atë komision e udhëheqim. Çdo gjë është e lidhur, gjitha këto komisione lidhen ne pasi e marrin mbledhjen e komisioneve tona, pastaj e kalojmë në këshillin e qytetit, te këshilltarët ku vendoset a do të jepet ky buxhet, a do të edhe sa kushton edhe sa kemi mundësitë financiare. Meqense se Evropa tash edhe pse ne shifemi, edhe Austria shifet deri diku si shtet pasanik, prapse shumë komuna vujnë nga mungesa e buxhetit ose mungesa financiare, për arsye se me vite të tëra janë investuar gjëra ndryshme edhe nuk është si quhet që a mundet çdo herë të jetë e paguar ose a mundet t'i kthejmë buxhetin, edhe zakonisht ne për shembull si komune për momentin jemi afër 9 milion euro që kemi kredi borxhe bankare. Për atë arsye tash jemi në një vit që jemi në një kohë që kemi filluar që kemi ndërmarr aksione ndryshme që zakonisht mos bëjmë investicione, po të kthejmë që të paguajmë borxhet, jo që të vijmë në unë nuk jam shumë i besueshëm që do të arritim atë qëllim. Ndryshimi me këto komisione që ne punojmë këtu ose në Evropë, me ndryshimin që punohet në Kosovë, ka një ndryshim edhe pse atje ekzistojnë jo komision, po ekzistojnë drejtoritë e ndryshme, e gjitha ato drejtori e kanë nga një person ose stafin e vet që janë të punësuar, fikst punësuar në komune. Ne përposi kemi administratën, ne si udhëheqës komisioneve sa ne kemi secili biznesin ton ose jetën ton jashtë, këtu i punojmë edhe pse kemi një lloj pagese, prapse ne nuk e kemi si punë primare këto, po e kemi si punë dytë që angazhohemi pas punës tonë. Këto janë disa gjëra që e bëjnë ndryshim me Kosovën, për arsye që edhe nuk i ndihmojnë, ne ndihmojmë më shumë buxhetit komunal se sa ato drejtorive të arsimit në për komunat ndryshme të Kosovës, ose drejtoritë ndryshme që janë. Ndoshta nga ana tjetër, kur është një njeri fiks i punësuar, ndoshta mundet më dhonë edhe më shumë sukses, po unë nuk jam i bindur për atë punë se shpesh i shoh nëpër Kosovë në komune kur duhet ta rregullosh një dokument ose një arsye më shumë duhet të vraposh nëpër restorane ti gjojsh ata punëtorët komunal se sa në birotë e tyne. Kam dëshirë që të gaboj, unë vetë e kam përjetu këto raste, jam i kënaqur nëse gaboj për ato, po nuk e kam sonte që do t'i kritikoj. Çka është shumë interesante në politikën komunale, ne vendosim ose e kemi shumë të rëndësishme që palët që vinë njerëz qytetarët e komunës që kanë ndonjë çështje për të rregulluar në komune, duke filluar nga dokumentet, nga ato letrat e lajmërimit, nga certifikatat e lindjes, nga ato është shumë e rëndësishme edhe i kushtojmë rëndësi jashtëzakonisht madhe që klientit ose qytetarët vërtet kanë pritje sa më të vogël edhe të kanë një shërbim shumë të mirë. Këto e kemi për shembull
komisionin quhet Byrga Biro, biroja e qytetarëve, edhe aty kemi, domethënë, një herë në javë punohet 12 orë, edhe pse ka një pauzë ditore, 2 orë atë ditë që punohet 12 orë, për arsye se një ditë ja u kushtojmë edhe qytetarët që punojnë ton ditën deri në ora 4, edhe nuk ka mundësi ai me ardh, e kemi një ditë caktuar që ata qytetarë që nuk munden me ardh kanë mundësi që t'i kryjnë ndonjë problem ose dokumentacion edhe pas orarit punës. Domethënë atë ditë punohet çdo ditë të martje, e kemi nga ora 8 deri në ora 8 në mbrëmje, me 2 orë pauzë nga ora 12 deri në 2, domethënë 14, edhe pastaj 14, 2 orë pauzë, 10 orë duhet servisi i qytetarëve duhet jetë i hapur, një ditë gjatë 10 orë mund ta quajmë. Rasti tjetër që është shumë i rëndësishëm në komune, ne si politikan në çdo vendim ose në çdo vendimmarrje që nuk jemi të sigurt diçka, e kemi drejtorin e drejtorisë të administrimit, që duhet të shkojmë edhe të marrim me këshilla ligjore, që të mos natyrisht janë opozita që nuk si thom nuk flenë edhe këqyr në mundësisht çdo lloj gabimi neve me na gjetë, për arsye duhet të ecim çdo herë me hapa të sigurt, se normal unë nuk jam për shembull jurist, edhe unë mendoj që kjo duhet jetë rregull, për atë arsye duhet çka nuk jem pa sigurt, duhet të jemi të këshillohem edhe në mënyrë zyrtare nga një juristi komunal që e kemi, edhe na këshillon a është në rregull ose a është ligjore. Këto janë disa funksionime komunale që funksionojnë. Normal, përpos që ju thashë kemi drejtorin e drejtorisë administratës, normal fund në nënshkruan kryetari jep në nënshkrimin e vet ose pelsimin për çdo lloj vendimmarrje, që është po mirë edhe kryetari, si thom në farë mënyre, e pyet atë person drejtorin që a është çdo gjë në rregull ligjërisht. Çka e kemi për shkak në çështjen i kemi 2 komisione që ato janë të lidhme edhe me komuna të ndryshme. Ta marrim për shembull, t'ja shpjegoj vetëm pak shkurtimisht çështjen e ujësjellësit. Ne kemi jemi një vend ku kemi ujë të mjaftueshëm, po prap i kemi edhe 2 bunare, kemi qel rezerva që tash po shifet, po vjen vetëm thatësira, po rriten sa më shumë, edhe i kemi hapë edhe 2 bunare. Mirë, po çështja e ujësjellësit është një çështje që nuk na përket vetëm komunës sonë, po jemi të lidhur 4 komuna së bashku, edhe funksionojnë, e ne jemi ujëdhënësit e aty në 4 komuna, që e kemi një kontratë, edhe domethënë në vit e kemi një fitim jashtëzakonisht mirë, duke e shit ujët tanë, po ja u shesim edhe 3 komuna tjera. Para 2 viteve kemi pas një projekt që është dashtë, kemi pas ndërtimin, me qenë që kemi vendos në gjithë qytetin, e kemi vendos Kabel Plus është ky interneti toksor që e kemi vendos qytet, edhe ka ardhur ideja që ku të hapet vendosja e asaj kable, të vendosim ose të riparojmë rrjetin e ujësjellësit edhe rrjetin e rrymës në shumë vende që kanë qenë të vjetruara ose të stervjetruara, edhe i kemi ka qenë një projekt që vërtet na ka kushtuar, po nuk na ka kushtuar shtret, për arsye se kemi shfrytzuar me hapjen, e kemi bo një rrugë 2 punë që i thojnë, apo kupton? Edhe këto janë që i vendosin komisionet ose këshilltarët e qytetit, i vendosin natyrisht me
bisedime edhe me projekte, me projektus të ndryshëm që duhet jenë çdo herë të lidhur bashkarisht. Çështjen e pastrimit të ujëra të zeza e kemi gjithashtu jemi të lidhur 4 komuna mes veti, që 4 komuna kemi të lidhur e kemi një impiant për pastrimin e ujërave të zeza, edhe ajo është në fund të qytetit tonë, edhe ajo i bjen komunës tonë, i sjell të arna, të mira, edhe na sjell edhe vendet punë, se për shembull kemi punësor, aty kemi 6 punëtor, me qenë se tash është bo modernizimi, janë bo kryen ma shumë robotat ose makinat të ndryshme, po prapse 6 punëtori kemi të punësum, ku duhet të marrin mirëmbajtjen edhe rregullimin se çdo gjë të ecë në rregull. Komisioni i mirëmbajtjes natyrës e kthyer që çdo gjë të ecë me rregull, sa i përket që natyra të vlerësohet edhe të mirëmbahet e të mos shkatërrohet. Vitin e kaluar për shembull ky komision ka bënë një aksion që të bëhet shkumar i një druni, një bre ose një lisi, një hardhije. Edhe për shembull ka qenë një aksion shumë i mirë pritur nga qytetarët. Çdo qytetar ka pas drejt me ble një hardhi, normal komunja ja ka qitën aty, ka qenë caktuar çfarë lloj hardhije, edhe ajo hardhi është mjellën për vendet ndryshme ku ka pas vendet lira, edhe i kemi për shembull janë shit, ka pas një 125 euro ka qenë hardhia, edhe të çdo lloj hardhije që është e mjellëne, është i shkruar me emrin e atij personit edhe kush është kumari atij lisi. Edhe pritet për shembull që në të ardhmen edhe do të jetë komisioni i umweltausschuss ose i mirëmbajtjes natyrës e shiqon që ato emrat e atyre personave ato mos të humbin ose nëse prishet ose diçka të jetë çdo herë shkruar aty edhe për mu ditë kush ka qenë ose kush e ka dhuru këtë lloj druni. Është për rritjen edhe mbrojtjen e gjelbrimit qytetit. Këtu janë disa gjëra ku është një komision jashtëzakonisht fanatik për mbrojtjen edhe jemi edhe ky komision i kontrollon edhe drujt, ne kemi për shembull një ale ku ka shëtitje qytetare në mbrëmje, edhe ata lisa janë paramendohet që janë 300 vjeçar të vjetër. Një lis e ke majt vjet një mbledhje se vërtet u tha është janë njerëz specialistë e kanë bërë kontrollën për çfarë lloj smundje mos është rrezik me na i tha dhe këto tjerat e u duh mu pre edhe pat nga partia Gjelbër pat kundërshtar thanë të lojmë edhe një vit çka po bëhet ose tek po bëhet, po fatmirësisht specialistat e dronit e shiqun dhe thanë ky duhet hiqet se mundet me ndiku edhe në dru tjera. Domethënë edhe ato të vjetrat ky komision këshyr që të mirëmbahen edhe të janë në rregull, jo me njëherë të prejet edhe natyrisht aty ku është preja e lis shumë i vjetër, shumë i madh, është vendos me njëherë është mbjell një lis ose një tjetër që është zavendësuar me njëherë. Ky është komisioni aty. Unë jam edhe antar i komisionit për shkak të tenderimit. Kjo është një komision shumë interesant që ne çdo investim që e bojmë, komisioni janë, pastaj shkon edhe e kontrollon a është vërtet ai investim ka shku aty ku është dashur edhe çka është harxhuar edhe sa është ku është investuar. Një komision jashtëzakonisht interesant, aty e marrin për shembull edhe juristin me veti, edhe e marrim advokatin komunal që me shiqu a kanë ecë gjana të rregull. O shumë interesant përpara kanë qenë edhe lejushme edhe disa lloj dhuratash për shembull që me dhon, tash ka me vite që afër 50 vite që ligjërisht është ndaluar që ato mos dhurohen për arsye se po jetë po është një lloj korrupsioni. Përpara janë leju disa lloj dhuratash ku një firmë ja ka dhuru
një personi komunal ose aty, tash nuk guxon as një shishe verë që të dhurohet nga janë. Komisioni për mbrojtjen ne kemi edhe në këtë komisionin tim për shembull për öffentliche Einrichtung, do të thonë mirëmbajtjen e qytetit, i kemi edhe komisionet, i kemi edhe në këtë tender hynë edhe vorrezat. Mirëmbajtja vorreza është një gjë shumë interesante që ju e dini se gjithë ne jemi jashtë, u bëhet një mirëmbajtje jashtëzakonisht e mirë edhe aty. Mirë, po në kohët e fundit u shtu edhe dëshira e popullit, po edhe njerëz po është djegja e kufomo, edhe na është dashur që mi shtu për shembull edhe një qys hektari dhe kemi caktuar tash edhe vendin ku është janë urnet, domethënë që vorrezat me urne afër qytetit, një 4 kilometra është një pjesë e një malit ku ne si komune kemi dhuruar, edhe aty kanë drejt qytetarët afër një listi ta vendosin një urnet vetën, edhe aty nuk guxon listë, po vetëm duhet një tru dhe emri atij personit edhe urne që hinë edhe, po janë urnet bio urne që ato mas një kohë duhet të treten në dhe edhe duhet duhet të jetë normal e lidhur me natyrën. E në vorreza ku janë edhe përmendorë ndryshme që kanë drejt ata persona familjarisht ti qesin 4-5 urne, edhe ajo për shembull shtue ka filluar para 10 vite, mirë po në 2-3 vitet e fundit është jashtëzakonisht është hinë modë dhe njerëz po kërkojnë para ta sy, ne është dashur si komision që më njëherë të përshtatemi qytetarëve, çka është dëshira e qytetarëve. Ka shumë interesant që mungojnë për shembull në Kosovë, ne kemi 2 herë në vit aksionet të ndryshme qytetare për pastrimin e qytetit. Është shumë interesant, edhe pse e pastrojmë qytetin, e mirëmbajmë, e krejt janë ato, prapë kur dalim me për staza ka janë biciklizmi, ka janë njerëz, prapë gjojmë mbeturinat të hudhuna, zakonisht ne kemi problem me, jo vetëm ne, po shumë komuna edhe qytetet tjera, kanë problem me McDonald'sin, për shembull McDonald'si janë njerëz që blen, nuk zbresin nga makina, blen edhe marrin me veti edhe ka njerëz të papërgjeshëm që pasi e kryen duke udhëtuar, e kryen edhe e hudhën rrugë dikun, prapë i kemi ato gjana ku ndikojnë, gjojmë që janë. Në këtë lloj pastrimi nuk janë komisioni im e bën organizimin, mirë po aty marrin pjesë populli në përgjithësi, duke filluar nga shkollat, nga shoqëritë civile të ndryshme, edhe secili e ka ndamin e qytetit, edhe secili ku ato fatkeqësisht mungojnë në Kosovë. Për shembull, vitin e kaluar nga rruga kryesore Pej Deçan, në fshatin Strelc, ku unë jam i lindur, kam 1 kilometër nga rruga kryesore shtëpinë time dhe pava shumë mbeturina. Vitin e kaluar kemi dalë unë e shoqja ime, një gjys dite kemi dalë nga Djonte dhe njerëzit kaloshin na kthyshin, a jemi në rregull, a mos na kap tash po kthehen atë profesor Dalipi, mos na ka kap demenca, kunda nuk jemi në rregull kur na shishin duke mbledh beturina, duke shtin thasë edhe bën pastrimin e rrugës. Tash nuk po duam ju paraqit si jemi qytetarë të mirë ose jemi, po fatkeqësisht kjo lloj kulture mungon në Kosovë, edhe kultura tjetër administrative është që mungon në çdo komunë të Kosovës, po jo në Kosovës, po mund ta quaj edhe në Ballkan, po mund doket ndoshta që jam edhe vetë i prekun, në Kosovë dhe në Shqipëri mungon edhe më shumë, për arsye se kultura administrative, nëse një qytetar pa marrë parasysh është qytetar i qytetit apo një qytetar tjetër e gjendet komunë, edhe kalon personi zyrtar që punon në komunë, ose një politikan kalon, ose kryetari
kalon e shet qytetarë është e pamundur mos ketë një përshëndetje ose ato mungojnë, kjo kulturë mungon si nga koha e komunizmit. Në komunizëm s'ka qenë kurrë, as që ka ekzistue, po tash po më toket asgjë nuk është përmirësuar në mënyrë pozitive nga këto anë. Në përgjithësi, tash për me përmbyll këto krejt, gjitha këto komisione që e kemi që e bojnë udhëheqjen e qytetit, normal, si tash janë dy dikastere që është administrata e qytetit edhe politika. Politika i krijon ligjet edhe punon me administratë, jashtëzakonisht në mënyrë shumë të ngushtë, që të janë dyja të lidhen mes veti që të mos jetë asnjë gabim për zhvillimin e qytetit. Ne kemi për shembull edhe projekte të ndryshme me vite të tëra, tash e kemi zhvillimin e rrymës solare, ku e kemi aksionin që shtëpitë private me na dhonë neve si komune për na me ja u bo solarët edhe me pas një shfrytëzim normal me procente qysh procente sa është për ne, sa është për ata, po ata po na japin neve, ose zakonisht e toka tash është pak e ndalume për arsye se tokën nuk po e lojnë që të shfrytëzohet vetëm për solar, po zakonisht për kulmat e shtëpive ose vendet se ka shumë, ne jemi një rajon ku bujësia është shumë e zhvilluar dhe ka shumë, si thon, shtalla të ndryshme që i kanë punuar ose edhe ato kanë kapacitete me vitin e kaluar i kemi marrë nga 3 bujq, 4 shtalla ku kemi një kapacitet jashtëzakonisht të madh të prodhimit solar të rrymës. Këto janë, domethënë që i udhëheq komisioni domethënë këto lidhen komisioni im me Komisionin e Mbrojtjes Natyrës. Në përgjithësi, nga gjitha këto komisioni më e rëndësishëm është Komisioni i Financave. Komisioni i Financave natyrisht kthyer si të bojmë pagesën e borxheve, po edhe çka na jesin pare për me bo investime, edhe ku është investimi më i miri ose ku duhet jetë çka na bjen neve si komune. Ne kemi drejtorin e drejtorisë financiare, që e bon edhe drejtori i drejtorisë financiare, natyrisht përpos që e ka krejt buxhetin përgjithësi e ka në dorë, po është i lidhur shumë edhe me Ministrinë e Financave, për arsye se ne duhet të shiqojmë se çdo gjë çka e fitojmë edhe çka e investojmë që të jetë i lidhur me Ministrinë e Financave, që të mos natyrisht që i kemi edhe detyrimet tona shtetërore që duhet një lloj financave. Drejtoria e shëndetësisë është një drejtori shumë interesante, me qenë se në qytetin tonë është një klinik jashtëzakonisht e madhe, quhet Waldviertler Klinikum, ose mund ta quajmë sikur klinika e Dugaxhinit, e një rajoni ku i kemi gjitha llojet e reparteve që ekzistojnë, duke filluar syt, vesht, zemra, domethënë onkologjia, të gjitha repartet që ekzistojnë në medicinë, të gjitha smundjet, është një klinikë jashtëzakonisht e madhe ku punojnë 5.000 punëtorë. Aty e kemi ne si komune, e kemi atë pjesën tonë ligjore që duhet në vit të paguajmë, edhe pse i ka kaluar, kjo është klinik e Land, për ata që quhet Landes Klinikum, klinik e Landit, po prapse ne si komune, për arsye se na bjen një tatim komunal, jashtëzakonisht, prapse e kemi detyrimet tona. Kjo është një komision që ka një punë jashtëzakonisht, edhe ne duhet si komune të jemi detyruar për mirëmbajtjen e parkingjeve, mirëmbajtjen e shumë gjanave dhe të natyrës rreth spitaleve, që ato na takojnë neve si komune, që t'i mirëmbajmë edhe t'jenë rregull që çdo pacient ose çdo vizitor që vjen që ndihet
kemi bërë shëtitore të ndryshme që ndihen të lumtur ose të kënaqur ose edhe si pacient të ndihen veten mirë shpirtnisht. Komisioni i arsimit është një komision me qenë qytetin tim, jemi edhe qytet shkollor, i kemi një gjimnaz, 3 shkolla tjera të mesme profesionale, duke filluar nga shkolla medicinale për motra medicinale ose teknik medicinal, edhe kemi shkollën e installaterëve, edhe një shkollë sociale, edhe kemi shkollë që politeknische shule për orientimin profesional të nxënësve pa që e kryjnë shkollën fillore dhe kalojnë në shkollët e mesme, edhe ajo është shumica e nxënësve kalojnë, e ky është një komision që duhet vërtet të man kontrollën ose të shiqojmë gjithë ata shërbyst, duke filluar nga profesorët, nga mësuesët, nga shërbyst që shërbejnë, na takojnë neve si komune për mirëmbajtjen, për pagimin rrogave edhe ato, vetëm është një gjimnaz që i takon landit, edhe ata i marrin për shembull rrogat nga landi, po ne duhet si komune për mirëmbajtjen e pastrimit oborrë, ato duhet ne si komune. Ato jon kontrata ose jon ligje të shkruar që nuk janë vendos periodën time, po ka me vite tëra që zhvillohen edhe vazhdojnë. Natyrisht kemi pas disa herë në mbledhje ndryshme ku kemi folë ose kemi shqyrtuar për me bëu ndonjë ndryshim, ato kemi drejtë edhe si komune me bëu ndonjë ndryshim vogël, po ligjin, po e shkatru ligjin që është i shkruar, ose e kemi bëu lehtësime ndryshme të këto në ndonjë ligj të vogël, në ndryshim të vogël, kemi drejtë si komision, natyrisht me pëlqimin e kryetarit. Në fund, çdo lloj ligji që e bëjmë është çështja që duhet kryetari të nënshkryejë dhe të vendosë jetë nënshkrimi i kryetarit edhe nënshkrimi janë. Kemi një rast, për shembull, para 2 vite, kryetari ose ish kryetari i qytetit u dasht më dhon ndërhesje për atë arsye, meqense ai komunën asgjë nuk i ka bëu, ndonjë gjë negative, po ai kish pa qenë mënyrë të msheft, kish pa qenë lojtar i fatit, kish pa luajtur nëpër kazino, edhe bëu borxhe të mëdha private. Edhe tashti u duft partia ose e detyroi që më dhon ndërhesje, mirë po landi e dërgoi komisionin financiar që erdhe dhe e boni kontrollin afër 3 muaj ka gjatë ky kontroll, që erdhen 3 njerëz dhe kanë bënë kontroll jashtëzakonisht të imt, mos rastisht kryetari ka qenë i korruptuar ose mos domethënë ish kryetari ka qenë i korruptuar ose mos ka bënë ndonjë gabim ligjor edhe ka fituar ndonjë para pa si thon për xhepin e vet në mënyrë korruptive. Fatmirësisht nuk është gjetë asgjë, mirë po është shumë interesant që ne gjithë si politikan, duke filluar nga asembleistat edhe nga këshilltarët e qytetit, në çdo lloj nënshkrimi që kemi bëu me kryetarin, është dashur të shkojmë që na kanë ftuar dhe të përgjigjem në 2 komisione, më është dashur të më shkruaj dhe më ju përgjigje dhe më ja shpjegoj çka është nënshkruar dhe për çka ka qenë edhe ku janë ato gjana. Edhe të them drejtën, aty e vreta që është duhet më pas shumë kujdes që mos me bëu gabime ku unë në një farë mënyrë fillova më kesh tash zotëria ti komisionerit tash nëse në Ballkan tash një kryetari i bën çto që ka bëu kryetari këtu, tash nuk është ndonjë problem i madh. Aty tha mirë, tha po është çështja, tha neve tha nuk na intereson jeta e tij private, por është ka na intereson mos është gabimi, mos është ndonjë çështje korruptive,
mos ka ndonjë vjedhje të parave publike. Ka spata që ka dikur ndonjë pyetje, ju lutem na tregoni, ju kërkoj falje se më të vërtet kam marrë nga një mbledhje edhe nuk mapën që e kam përgatitme ose që i kam ato, i kam gjitha në një biro ku e kam kompaninë atje, unë tash jam për momentin birotimin private, unë kam menduar që sot nuk do të kem, po... Faleminderit. Faleminderit shumë, zotri Bala, ishte edhe spontanisht këtu shumë interesant, se bash kështu përvoja është na duhen për me avancu, domethënë na si Institut për Avancim Kombëtar, po mundohemi këtu përvojat që i kemë fitu në domenet ndryshme në vendet perëndimore të transportojmë në vendet tonë, kështu që të faleminderit shumë, ishin shumë interesante, do të thotë për gjithë neve, gjithë ato përvoja që i keni pru shumë të kapshme. Ka dikush ndonjë pyetje për zotri Balaj? Profesor Recep? Faleminderit shumë profesor Balaj. Me të vërtet shumë interesant, sepse me një farë forme na sqarove jetën tonë të përditshme që jetojmë në Zvicër dhe përjetojmë çdo ditë. Ajo që ka më dok më shumë të interesant, vetëm pasi që nuk pat shumë pyetje, ishin dy aspektet shumë thelbësore gjatë prezantimit, aspekti leadershipit vizionar, ku do të thot mirën vendime tek lumi, tek investimet, tek projektet madhore, tek turizmi, tek balancimi financave, ku ta dione, do të shumë rëndësime pas një leadership vizionar. Dhe e dyta, ajo që ka mu duk shumë interesant ishte jo konkluzioni i demokracisë që ku të bëhet mbi 50%, do të fuqia fiton, dhe më kujtu ajo thonja jonë popullore, kur Skënderbeu i ka thyer ato thupet që i ka më të gjitha bashkë, dhe ka thënë si do të deshta me lidh që edhe në fizik, do të nëse një litar ngrehen shumë njerëz të njënë në anë, automatikisht fitojnë. Do thot, është edhe në aspektin shkencor, shumica duhet me fitu, po është e lidhën drejt për drejt me demokraci dhe demonstrove në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe ne jashtë shumë faleminderit. Profesor Recep, këto janë disa gjëra, ju vetë jeni edhe unë them drejtën nga njerë shpirtnisht edhe vuaj, për arsye se si ti, si unë, si profesor Fadili, si të gjithë na nuk kemi, ne jemi, unë jam i hapur, disari kom thonë kryetarit komunës time, ose edhe kryetarit, ju lutem kryetar, jam vinë pushim, jau jepi juve që keni nevoj, po tash zakonisht është kriju një farloj mentaliteti, po vinë me nashit lafa ose me nashit aty. Ne jemi një vend ku kemi 360 ditë dilli në Kosovë ose në Shqipëri, nuk e kemi shfrytzuar as 3% se kemi shfrytzuar diellin. Ju vetë jeni në ato, apo kupton, vuj, une e kom bo borrin tim, jonë ato disa kësi djellore të balkonit. Edhe balkonin e kom mush, apo din që të kryojmë sa ma shumë rrymë ose energji tonën. Unë edhe pse jam edhe si e kom kry këtu profesion që kemi fans teknika, punëtori kvalifikumi industrisë kimike, kom prodhu një produkt që e bon pastrimin e ujrave të zeza. Disarë kom shku në komuna, atje u kom thonë, me gjithë dëshirë vi ju tregoj si bohet pastrimi i ujrave të zeza, ose ju ndihmoj që të rregullohet. Fatkeqësisht ndikojnë shumë ato, ka njëherë vuj shpirtnisht që thonë të kishin pak me na shfrytzu. Kryetarit i thash, dhe që në shfrytzom sa të mundet, po jo veç ma kështu zjepi në macite i kafe, po shfrytzom, thuj, okej, hade hec kalzom që kem ka gaboj, që tu, thash, shto profesor, edhe ti je veti involvum, e di une projektet tua që je interesum për energji tjellore ato, kjo është po ndoshta mos po ndryshon nga daldale, mos po
naftojnë. Normal që ne nuk kemi interesa financiare, unë me gjithë dëshirë kisha shkuar që 12 vite për shkak nuk e kam asnjë skandal më të vogël në politikën komunale, tash kom marrë në standard që po më thojnë, ne ti e kryetari janë i zemra, edhe austriak jo, ujt as pak. Sot një person aty thash, mos vinë kryetari, thash që e kem, thash që i dhënohet. Ky thatë kem kryetar, thash që ti na i qanë hallet e zemra të avëdin, e këto janë disa gjana që është arrit, e ka herë po vuj shpirtnisht, po thom, kisha më mujtë në deçanin tim, në pena, në prezerenin tim, nuk është e rëndësishme, ose në drenisën time, me mujtë pak me, veç me thonë, shiqo që shtu esë, këto janë disa gjana që janë, e kjo është që tash, jo më afrua për pensionit, edhe 2 vite kemi zgjedhje tjera, thash kryetar, unë do të ka dalë, tha, as se vjen konsiderim, tha, përgatitu, tha, për periodën tjetër, thash, shiqo duhet ka herë me ditë, kjo është një lloj suksesi ku, se normal, ju e dini vetë, profesor, në qoftë se nuk shohit që nuk ki orientime, nuk ki në rregull, nuk kanë interesen ty, fatkeqësisht është inshallah nga dalë do të naftojnë, do të na thirrin, ndihma jon nuk mungon çdo herë. Mirë tha profesor Fadili që ne me mujt me si institut me jau për qiell të kçyjm apo ndikon diçka pozitivisht. Faleminderit, gjithashtu respekte. Shumë Faleminderit. Vala një prezantim i shkëlqyshëm, edhe domethënë që na shtin neve me ja qit gishtin kokës që shtohen jo më një herë, domethënë përfitimi, e sollë një fakt shumë të rëndësishëm me atë lumen që apo pishinë edhe patinash dimnit, ku i lën njerëz të falas, domethënë më shku, kjo është edhe kjo përgjegjësia sociale, mirë po domethënë afat gjatë ose afat mesëm që është cek domethënë turizmi 12% ashtu. E na duhet me kuptu domethënë që me metoda tilla, për shembull, me aktivitete tilla me kqyr, domethënë përfitimin afat mesëm edhe afat gjatë, jo më një herë. Bravo. Ne kemi për shembull tash 10 hektar, janë shëtitore që me i pa familje tash edhe dimnit. Edhe e kemi bo vendin, është një investim ka qenë shumë i bo, kjo ka qenë ide edhe imja dhe shkruan edhe emri im aty, bashkë do t'ja u dërgoj në këtë WhatsAppin, do të tregoj ku është që jam si themelus, edhe vitin e parë kemi familje për shkak që vinë verës, edhe rezervojnë hotelin edhe rinë në vikend, e shfrytëzojnë vikendin, rinë ton ditën, rezitën se është 10 hektar vend, e kemi bo 2 licene, e kemi ndarë nga një bazen natyror, ka qenë i madh, me një tradit shumë gjatë, po e kemi ndarë, nuk e kemi prish traditën, e kemi ndarë 2 vende, e kemi bo dhe me natyre, edhe janë shumë interesant. Na u ka dashur vitin e kaluar të bëjmë edhe një, se ka njerëz që shëtitin edhe me qenë, verës, zakonisht ja u kemë bodhe një lice shumë të vogël, aty u kriju të nëshi kërkesa, edhe i lëshojnë qatë edhe lahën aty, është shumë interesant, do më thonë, në fillim e kemi pas 12%, këtë vit e kemi pas 16% rritjen e turizmit, ku po na sjell tana nga ana tjetër, se ka qenë pyetje ju po hupni, edhe vetë është dashur t'ja shpjegoj komisionit edhe qytetarëve, se ne kemi edhe gazetën komunale, qytetarëve, i kemi hup 150.000 euro nga hyrat e biletave, po i kemi fitue afër 700.000 euro nga hyrat në përgjithësi, nga lokalet, nga gastronomia, nga turizmi, e këto janë disa, si theti, ti kemi disa vizione, jo vetëm të marrojmë do një stan në bjesën e bjesht i shkatrum atje në Kosovë, me pa bjeshkin e strelë që tu në kom qajt, si vjetë kërë më shkue, pa asni plan, pa asni edhe ata ujë që e kemi atje që e kem pi tash as guxon as edhe në pjesë në ta pish, se është rrezik që ka ndonjë është me ndonjë smundje. Ju e dini, profesor Fadil, që ku kem dal edhe në një provë kem mujt me pi ujë para disa vite, tash atë që guxon me pi, e këto janë disa gjana që
fatkeqësisht në komunat e Kosovës ose janë duke mungu këto vizione për një tarme të mirë, gjitha gjenerata të tashme. Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe një herë, nderuam. Faleminderit. Faleminderit profesor Xhavitit. Siç po shifet, domethënë po ka misionin e vet, po mundohem atë çka është e mundshme me transferu në vendet tonë. Faleminderit gjithëve dhe bashkonu ne pak, domethënë ne vetëm dojmë avancim kombëtar, po ja dhon fjalën kryetarit të Institutit për Avancim Kombëtar, profesor Recep Gashit, që ta përmbyll këtë webinar të sotëm. Faleminderit shumë edhe pse do të thotë nuk kam asnjë fjalë ta shtoj. E përshëndes përzemërsisht dhe falenderoj shumë ty profesorët që na bënë këto prezantime çdo ditë nga IPAK-u dhe nga njerëz të dijes, mësojmë të gjithë bashkë dhe mendoj shembulli më i mirë që kombi jonë ka njerëz të quar, njerëz të shkëlqyeshëm, shembull të mirëfillt edhe për popullin austriak, edhe për popullin zvicran. Këtu kemi dy njerëz që jetojnë në qytetet jashtëzakonshme, një kulturë jashtëzakonshme që janë shembulli më i mirë. Kështu që faleminderit nga ju dy dhe nga të gjithë dëgjuesit e IPAK-ut. Zoti ju bekoft, Zoti e bekoft shqiptarinë. Faleminderit, përshëndetje. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.